Sot, pas 35 vitesh, qytetarë shqiptar kujtojnë dhe ndërojnë këtë ditë pasi Edi Rama, pasardhës direkt biologjik i etërve xhelat të regjimit komunist, Kristaq Ramës, që në gusht të vitit 88 kishte firmosur varjen e litartë poetit Hafzinela e kushe disa e sa kundërshtarëve të regjimit dhe Spiro Kolekës, i cili edhe me 11 vjetor në mëngjes dhe 11 vjetorit të vitit 1990 kërkoi shtypjen me tanke të lëvizjes studentore, ka vendosur në Shqipëri diktaturën autoritare, narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë. Armik i votës së lirë dhe sklav i pushtetit ti të krimit, ai ka zëvendësuar zgjedhjet e lira me farsën më të shëmtuar zgjedhore. Ai ndërtoi në Shqipëri jo vetëm narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë, por instaloi regjimin më kleptokratik që shqiptarët kanë njohur në ekzistencën e tyre. Kur ky kombë nuk ka patur në krye një dyshe të tillë, siç ka Edi Ramën dhe Lubi Ballukun, që ta kenë vjedhat e as 1/10 në atyre që kanë vjedhur këto dy monstra të vjedhjes dhe të grabitjes pasurive të kombëtare të shqiptarëve. Ai sot është i pari kryeministër në historinë e Europës që mbron publikisht vjedhjet e tij dhe ministrave të tij. Sot, në ditën e rinisë, në 8 vjetor, Edi Rama vjen si armiku më i egër i trive shqiptar në tërë historinë tonë. Në 10 vite të sundimit të tij plaçkitës dhe narko regjim, me politikat e tij përzurin nga Shqipëria mbi 700.000 të ri dhe të reja, apo rreth 70% të trive shqiptar. Sot përsëri në këtë udhëkyç të rrezikshëm në të cilën ndodhet Shqipëria, shpresa e vetme për të përmbysur narkoregjimin e Ramaduros është rinia shqiptare, është gjenerata Z e saj, është ajo gjenerat që këto 2 vite ka bërë historinë e lirisë në botë, në Bangladesh, ka përmbysur në Bangladesh, në Nepal dhe vendet të tjera diktaturat autoritare.